Por, për vite me radhë, në fakt, qeveria ka heshtur sa i takon një problemi specifik, bashkia është justifikuar shumë shpesh dhe çfarë ka qenë e pashmangshme dhe unë personalisht duke kaluar edhe shumë vite në Vlorë, pra është e rëndësishme dhe kjo, siç po thonit ju, që duhet provuar në lëkurë për të qenë pakës më të qartë, nuk mund të qëndroj indiferente, ndërkohë që nuk e di në Vlorë në këto momente, Tiranë është duke rënë shi, edhe është pikërisht momenti kur në qytetin e Vlorës, lagjet më kryesore, 24 maj, pavarësia, kushtrimi, Transballkanika që është po ashtu një pikë shumë kyçe, të gjitha shndërrohen në liçene. Qytetarët shndërrohen në peshkatar me çizme gome. Ju e keni cekur pakës tek infrastruktura, tek lagjet problematike, por meqense po flisin edhe për diskutime të hapura me qytetarët, dua të rikujtoj dhe rastin e protestave në Trajgas. A do të ketë më tej konsultime publike, a ka një plan konkret lidhur me këto shqetësime që janë kaq aktuale edhe për sezonin që po presim, apo mbeten në marketingun politik siç jemi mësuar prej shumë vitesh? Unë jam komplet anti-konformist për sa i përket kësaj politikës klasike, teorike. Jam një njeri që vi nga puna, nga prakticiteti dhe nga zgjidhjet e menjëhershme të gjërave. Jo thjesht teori me ato shprehim klasike të politikës që do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, i vete në thelb. Dhe unë kam edhe nga eksperienca ime, unë e kam nisur me qysh në rini, e kam nisur me mjete gërmimi dhe një qytetin e Vlorës kam pas mjete gërmimi, kompani në këtë fush. E një mirë edhe që nga projekti madh në ato kohë quaj Kamataq, që është projekti ujrave Dzeza, në tokën e Vlorës e një shumë mirë, një problemi dhe do të thosha problemi kryesor që është për sa i përket përmbytje dhe të shkojmë dhe tek ato të tjerat është që gjatë këtyre kohërave janë shtuar ndërtimet, por nuk është menduar seriozisht për shtimin e kapaciteteve të kanalizimeve dhe nën kanalizimeve të ujrave shkarkus. Dhe kjo kërkon një ndërhyrje të menjëhershme dhe shumë serioze në këtë lloj drejtimi. Qoftë me pompim ka dy mënyra. Ka një mënyrë që duhet shtuar pompat në segmentet e ndryshme të kanalizimeve të qytetit të Vlorës, ose duhet ndërhyrë menjëherë në zgjerim të kanalizimeve për këtë qëllim. Sepse ka dhe një disnivel, për shembull Albania Romina, rrugët janë binivel, qyteti Vlorës është qytet bregdetar dhe duhet kishte një shtrembësim dhe të vetë ndërtimeve në një mënyrë vetë rrjedhëse. Pra, mos i binte gjithë pesha thjesht kanalizimeve, por niveli i ndërtimit në qytetin e Vlorës do të ishte në atë formë që të kishte një bedencë vetë shkarkuse dhe kanaleve mos të binte një barë kaq e rëndë. Këtë fushë e njoh jashtëzakonisht mirë dhe kolegët që unë kam punuar janë profesionistë në këtë fushë praktik, jo teorik. Për sa i përket plazheve, në projekt unë kam një qasje shumë ekologjike. Kam një qasje që po të flasim për transportin urban, për mua është kutret qameti. Transporti urban duhet shkoj deri në pikat më të larta, janë 39 fshatra në qytetin e Vlorës, dhe duhet jetë dhe ekologjik, që do të thotë që duhen autobuza në këndvështrimin tim son 2025 elektrik, dhe i duhet dhënë një prioritet kësaj lloj teknologjie. Duhet ripyllëzuar, e kisha në projekt, edhe në atë projektin që po e bëja dhe automatikisht është pjesë e programit, duhet filloj qyteti të ripyllëzohet dhe të krijohen kënde në çdo lagje, në lagjet më të thella, që fëmijët aty, se që këtu nis gjeneza, që të embrioni, që të familja, që të fëmijët, të kenë mundësi që të argëtohen, të kenë një jetë sociale të shëndetshme, pa merakun se do dalin në rrugë dhe do të aksidentohen, siç po ndodh rëndom, pastrimi i plazheve dhe një qasje ndryshe të pasurit pastër qytetin tënd. Mua më pëlqen sistemi zvicerian, të them të drejtë, se kam përdor